Kryeministri Edi Rama ka reaguar për sulmin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit në Iran. Përmes rrjeteve sociale, kreu i qeverisë e vlerëson të drejtë sulmin amerikano-izraelit dhe thotë se Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike është një organizatë terroriste dhe duhet të trajtohet si e tillë. Rama shton se Shqipëria ka përjetuar nga afër fytyrën barbare të regjimit të Teheranit përmes agresioneve kibernetike ndaj vendit tonë. Rama njofton se shteti shqiptar do ta shpallë Gardën Revolucionare, organizatë terroriste, dhe u bëjmë thirrje miqve tanë evropian të bëjnë të njëjtën gjë. Është koha e duhur për t'i rënë shkurt dhe për të shkuar drejtë në temë. Trupa e Gardës Revolucionare Islamike është një organizatë terroriste dhe duhet të trajtohet si e tillë, jo vetëm përmes sanksioneve kundër Republikës Homeiniste, por duke e quajtur zyrtarisht me emrin e saj të vërtet dhe duke e listuar atë midis organizatave terroriste, siç kanë bërë tashmë Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja. Jo vetëm sepse ne qëndrojmë të palëkundur me Izraelin dhe me vendet vllazërore arabe që kërkojnë paqen, jo vetëm sepse mbështesim Shtetet e Bashkuara në mbështetjen ushtarake që i japin sot Izraelit në udhëheqjen e presidentit Donald Trump, jo vetëm sepse Bashkimi Evropian, përmes presidentes Ursula von der Leyen, ka nënvizuar edhe njëherë sot natyrën vrastare të regjimit të Teheranit, por mbi të gjitha në një ditë si kjo, kur kërkohen akte, jo vetëm fjalë, në nderim të viktimave të pafundme të pafajshme, të trupave të përgjakshme të Gardës Revolucionare Islamike. Shqipëria është përballur drejt për drejt me fytyrën barbare të regjimit të Teheranit përmes agresioneve të tij kibernetike kundër vendit tonë. Për ne kjo nuk është gjeopolitik abstrakte, është siguri kombëtare, qartësi morale dhe ligjore. Shqipëria do të veprojë në përputhje me këtë. Ne do ta quajmë Gardën Revolucionare atë që është dhe do ta përfshijmë në listën e organizatave terroriste dhe u bëjmë thirrje miqve tanë evropian të bëjnë të njëjtën gjë. Ne mbështesim plotësisht çdo përpjekje vendimtare për të parandaluar një herë për gjithmonë vrasësit në Teheran nga përvetësimi i kapacitetit bërthamor ose çdo kapacitet tjetër ushtarak për të dëmtuar Izraelin ose ndonjë komb paqdashës në lindjen e mesme. Terrorizmi duhet të emërtohet dhe sapo të emërtohet, duhet të ndalet.